hadithet kutsi, fjalë për fjalë të Allahut azza wa jalla apo fjalë të Allahut me kuptim të Muhamedit alayhis salam që kanë vënë. Mundet me kanë edhe kjo, nga se hadithet kutsi mund të transmetohen edhe me kuptim, edhe me kuptim. Mirë, po në përgjithësi hadithet thotë në esencë fjala aty është me Allahut azza wa jalla. Për këtyre argumenteve është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është pyet kur ka fol për shahidin. Ka thonë ash-shahidu yughfaru lahu kullu shay'in illa ad-dayn. Kullu shay. Ka thonë mas pejgamberi sallallahu ka thonë shahidit i falet çdo gjë. I falet çdo gjë, kështu ka thonë një herë. Pastaj u kthy mas pak ka thonë illa ad-dayn. Sarrani bihi Jibril anifan. Ka thonë tani ka thonë sa më kallzoi në veshin në mënyrë të mshaft më tregoi Jibrili alayhis salam. Përveç borxhet kjo nuk i falet Jibril, nuk i falet shahidit. Pastaj në piduave të gjumit është me thonë një piduave në fund është me thonë amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Me thonë amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Në çështë me fjalë thotë besoj në librin të cilin e ke zbrit, edhe në lajmëtarin nebi të cilin e ke dërguar. E sahabia e pejgamberit sa që kanë dëgjuar këtë hadith ja ka përsërit pejgamberin sa hadithin. Edhe kur ja ka përsërit ka thonë amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Nuk ka thonë nebijik, por ka thonë rasulik. Thonë besova në pejgamberin të cilin ti e ke dërguar. I thënë ajtë që vjen me mesazh, ajtë që ka mesazhin e vetë thotë. Pejgamberi ka thonë jo, ka thonë lexoj, ka thonë nabi ka alladhi arsal, ka thonë çështum ka zbrit më hadithi është wahi nga Allahu subhanahu wa taala, mirë po lejohet të transmetohet edhe me ma'na, me kuptim.